Gjykata Supreme në një seancë të mbyllur I shqyrtoi kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të parashtruara nga Prokuroria Speciale Publike për paraburgimin e kryetarit të komunës së Pustecit Edmond Temelko dhe atij të komunës së Manastirit Vladimir Taleski. Në seancë ishin të pranishëm edhe prokurorët nga PSP Gavril Bubevski dhe Trajče Pelivanov. Njeriu I parë I Gjykatës Supreme Jovo Vangelovski konfirmoi se lëndët janë shqyrtuar dhe do informojnë publikun pasi ta kenë marrë vendimin. David Davis, sekretari britanik përgjegjës për Brexit, sot shkoi në Bruksel për të filluar bisedimet me Bashkimin Evropian për partneritetin special të cilin duan ta vënë në veprim britanikët. Kjo është diçka që do të na ofrojë jo që do të na ndajë, deklaroi Davis pas takimit me shefin e BE-s për Brexit, Michel Barnier. Sipas Barnier, prioritare është që të eliminohen paqartësitë të cilat pasuan pas rezultateve të referendumit. Një avion ushtarak I koalicionit të udhëhequr nga SBA për herë të parë rrezoi një avion ushtarak të ushtrisë siriane. Sipas Pentagonit bëhet fjalë për vetmbrojtje, sepse avioni sirian ka lëshuar disa bomba në afërsi të bazës së kundërshtarëve të Bashar al-Assadit, të cilët kanë mbështetjen e Amerikës. Siria e dënoi sulmin duke quajtur atë një sulm flagrant I cili do lërë gjurmë të thella. Atyre ju bashkangjitet edhe Rusia, e cila e mbështet regjimin e Bashar al-Assadit.